Mendoj që zonja Haxhiu është personi jashtëzakonisht i pa-den-përqind kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës për dy arsye. E para, për shkak se çat kohë sa ka qenë ministër, janë zhdukur mostrat e Astrid Deharit dhe ajo nuk ka dhënë përgjegjësi dhe askush nuk ka dhënë llogaritënie. Por janë zhdukur dhe pastaj janë gjetur dhe kjo është, domethënë, shumë problematike dhe po ashtu për faktin se kjo ministre, duke qenë ministre e drejtësisë, ka bërë sulmet më të paprecedenta ndaj sektorit të drejtësisë. Gjafer, shumë mirë që peqel kush zbën, tashti si njëri që edhe te jenë politikë që so, kush bën për dves? Kush bën mos boft ajo? Prej lëvizjes vetëndosë, që me qenë. Shtetuta e Republikës ka dalë OKja, ka thonë Saranda Bogojevci, Shqipe Selimi, asnjëna prej këtyne, unë mendoj ka thonë, për shkak se asnjëna prej këtyne s'ka shoh, si ka shoh opozitën deri në çat nivel. Çka kishte thonë? Për çfarë dy janë aty? Lidha Demokratike e Kosovës i qëndron konsekuente qëndrimit që, domethënë, votimi po e drejta për të propozuar sipas interpretimit tashëm të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe sipas normës të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e drejta për të propozuar zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit takon partisë që ka fituar shumicën. Jeni. Por kjo parti duhet të tregoj aftësi që të krijoj shumicën në Kuvend dhe të zgjedh e të mos bllokoj institucionet, sepse përderisa ke marrë një të drejtë, ke edhe përgjegjësi që të mos i bllokosh institucionet. Sepse e drejta vjen bashkë me përgjegjësinë, nuk vjen vetëm privilegji, vjen edhe përgjegjësia. Që ky debat në ato kohë po thonë po dojmë debat. Prej 43 deputetëve. Por po ik përgjegjësisë. Okej. Prej 48 deputetëve të vendosjes që kanë fituar sot certifikimin, betimin, cili bën? Cili bën? As që jemi lshuar në këtë çështje dhe as nuk do të dojmë të lshohemi në këto çështje të emrave. E thash për zonin Haxhiu, domethënë, cilat janë mangësitë e saj, unë besoj që Glauku, domethënë, ka bërë një tërheqje taktike për të mos u djegur në këtë rast, sepse nëse e kanë hequr Glauku nga mandati i kryetarit të Kuvendit, pak duhet kishte një shpjegim publik, as ka punu Glauku mirë. Vetëvendosja duhet ta kishte një shpjegim publik. Çfarë mendon që është pozicioni? Glauku megjithatë është më shumë i votuar se sa Albulena. Sot jon bu negociata, domethënë, jashtë kamerave, deputet kanë fol mes veti. A mendon që e kishin votu disa deputet PDK-s dhe LDK-s Glaukun? Unë nuk kam qenë në ato, as në salë dhe as në kapaskena se çfarë është diskutu, por parti fol, qëndrim. Parti fol, Gjafer, mos na bën që s'fol edhe se bëni llaf. Qëndrimi jonë është qëndrim parimor. Përderisa e ka mandatin, e ka të drejtën për të propozuar, e ka edhe përgjegjësinë për të mos e bllokuar institucionin.